Ka zgjatur gjithë ditën? Po, 5-6 orë, po. Ka lumë mirë. Qa ndjesie të dha? Si event, sensin, qarë... Po, Vërse se ndryshon... Po me ftesi një kongresmeni në shtëpinë e bardhë, ndjesia është pozitive se ajo që unë përcjell është thjeshtësia që kanë. Një thjeshtësi e madhe. Një dini edhe të që ishe pa shkollë, si shtot kryeministri Rama? Jo, ata që takova, dhe pasaj do vazhdojnë takimet, do jenë të tjera, me ata që merren me politikë në jashtme të tjera, edhe çik më thellë. Realisht, e vërteta është që falenderojmë për kurajën, për atë që ke bërë për bën dhe që pas kaq vite kjo punë, domethënë. Po unë kam pas gjithmonë marrëdhënie të mira me pjesën amerikane. Më duan dhe i du. Po të pyesësh për shembull Haki Çakon, ai e di çfarë raportesh kam qenë me ta dhe mund të them që i detyroi për disa momente dhe ekzistencën, jetën time. Ka qenë këmbgulja ose dhe një lloj ultimatumi që ambasador amerikan i dha detor përgjithshëm policisë që këtij dhe familjes tij t'i ruhet jeta, mos i preket që me flow. Por që ajo që më bëri përshtypje me që e the, domethënë thjeshtësia e tyre. Dhe ishte një moment që përshëndeti aty dhe po këndonte grua e Erik Trumpit, Laura Trump. Ata nuk thonin roft as presidenti, as dikur tjetër. Po më pëlqente edhe vite për 7, kur në një moment frymëzimi thonin God bless America. Pra si duket që kam i qikë më shumë në habitatin tim, se e kam të tani, të mirë keq, unë të bëj dhe gabime, se si të besimtar më katar jemi, nuk jemi evlia, këta e di vetëm për evlia, për shenjtor. Të mundohem që realisht t'jap kontributin më të mirë, më të pastër dhe më të devotshëm sa do pak në përmirësimin e situatës në vendin tim, po dhe marrëdhëniet midis dy vende. Aq sa pak mund të ndikojë, domethënë. Sikur sa grima e rarës, domethënë. Ata i vlerësojnë burimet e hapura dhe besueshme. Besoj se këtë status e kam atje, si burim i hapur i besueshëm për atë. Qoftë edhe nga media dhe atë. Se detajet, unë di që je kurioz. Ja, nuk jam, nuk ta thash që në fillim që nuk doja ty në detaje. Nuk kam vajt kështu thjesht kontraband. As kam vajt as me pagesë, një dhe bile mora dhe i dhurat. Përveç tjera një shishe vere të mirë, por që me stampën e familjes. Atë s'do ta kërkoj të hapësh, se do doja që ta mbaj. Me hapë pivo, nuk i rash jashtë. Unë kisha kohë pa pivo. Edhe si ka zota më ka ngel foto vetë. Unë të falenderoj për guximin që ke treguar në paktën minimalisht në misionin tënd gjithë këto vite, po pos edhe ato gjërat që nuk i din. Ne i flasim bashkë sepse unë ty të njoh për shumë vitesh, po shumë pak që na ndjekin nga ekrani, se të shohin dhe ty të shohin tani si Romeo që del nëpër televizionin që na thuhet diçka ose disa qëndrime momentalisht që duken politike, po ti angazhimin tënd e ke shumë më të vjetër dhe shumë më produktiv se sa ku do t'i marr leje për të marrë politikë. No. Po thoja që sa mirë pavarur intelektualisht si jemi, po. Po thoja që deri tani unë të njoh për te asajt në këtë angazhimin tënd, si thuash, komenteve qoftë politike, e di që angazhimi jote është prej vitesh, është shumë profesional. Vlerësoj për kurajon edhe ti di që je miku im dhe do të kisha kënaqësi që të kem gjithmonë studio. Nuk vjen dyshime. Sa herë që të kesh kemi kalu ca vite jo të lehta bashkë. Për ta mbyllë emisionin si ishte kënaqësi do të ftoj. A ka qenë ide e përbashkët për ta bërë këtë? Po. Disa vite. Po kur si tha, kur nuk arritëm atëherë që kemi minimalisht
6 vite që diskutojmë. Do ta bëjmë, po s'na Po dhan dhe këtu si shtëpia jote është, nuk ka rëndësi. Na mashtruan këta që janë të po se janë integritet. Se duan pra se ti lap Facebook. Ta tha ai tani ai ta shpjegoi ti lap Facebook. Tha, nuk e duan ata. Ne kemi minimalisht 6 vite që diskutojmë për ta bërë diçka për i tillë, po sinqerisht kjo është dhe shtëpia jote për çfarë do lloj. Jo vetëm do ta bëj unë, unë jam nga ai lloj. Po ja. Gjar kur e ke. Hajde kur e ke. Jo më do ta bëj kështu. Ta caktoj unë sa orë në ditë e ke, sa orë në ditë ta dush ja ku e ke. Po kur ti marr parat aty ne. Se jam i vetmi që nuk bëra pazar, po i thash i dua dersën time me VKM i thash. Ju ka djeg. Ju ka djeg atyre. E do t'i djegi se nuk të riqem unë nga deta ime. Do të bashkohet qielli me tokën. Shumar, edhe ne s'duhet të riqemi, çdo njeri do të mbrojë drejtat e tij, dinjitetin e tij. Pa dinjitet kjo jetë nuk vlen. Kjo jetë kthehet në hall. Dhe tani ata po e shohin ka tjera aty që po bëjmë burg tamam, se kur bëhet burgu tamam dhe shohështi. Ata kam shembull bukelerjen e Salvadorit. Po. Dhe e shohin ta. Të kthehen pula këta kriminalë më të mëdhenj, me krye këta frymëzuese më të mëdhenj. Ishte e bukur ajo se i tha, në ngritur këto bandat kriminale, tha, më saktë të komanduara nga burgu, jo, tha që i na ngritur këto bandat kriminale, komandojnë njerëz jashtë, terrorizojnë popullin, se nëse nëse i vendosim kushtet vështira të burgosurit, këta terrorizojnë popullin që ne të lëshojmë dorën të këta. Provojnë, i tha, edhe atë pjatën e orizit që po e hani, dhe atë nuk doja u ja, pa buk do ju lej. Po se mishin e ka heq. Ja ka heq gjithaj. E tha, dhe atë pjatën e orizit që hani, tha, as atës dhe hani, pa buk do ju lej të vdisni aty brenda në buk. Tha, provojnë, merruni me popullin. Po. E bro. Po. Kështu është, i del për Zot. Kjo mas nuk bën, kemi këto. Kjo situatë do këto masa. Kjo kokë këtë kapele të fesë do tha. Edhe ne e gjemë, janë këta. Këta janë garancie tyre, këta i përdorin. Ky që organizimi organizuar për llogarit tyre. Ari nuk sundohet pa frikë. Pra interesa, që allarët e tuaj dhe paguajnë. Nga frika për të marrë rrogën pra të buka gojës, nga frika për kështu që mund vje keq për të mos marrë drejtën salla gjyqit nga frika. Ajo që i ka ndodhur gjyqtarit. Po kur tjetri të shkoj te buka gojës, atje përgjigjet. Në fakt edhe nuk mëllim se fare sikur tikin kështu, lum e drejtat vetë në vend. Sa çmendet ai të vrasi gruan shpikën e majt shkoj atje, ata që e kështu si pat keq nga puna. Po këto rroga çfarë janë, asistent social janë këto rroga. Po tamam asistent social. Ti më maskara këto rrogë do të japësh gjithëve. Ti e heq. Ti e heq. Megjithë do të bini dakord kush është minimumi etik. Dhe hyn intelektualët dalin këta ignorantët. Po. Se kështu e kanë këta, se këta bëjnë shkallën e vlerësimit dhe bëjnë nga shtëpia tyne. Po, kalamarin tim. Edhe kujtojnë se kështu që ta shohim tani, unë mendoj që do të jetë shumë, do ketë ndryshime. Nuk do vazhdoj gjatë kjo punë. Do të ketë ndryshime. Por mbi gjitha, ne shqiptarë do të bëjmë detyrat e shtëpisë. Edhe ajo që mungon në thelb, nuk po flas pasaj organizimi, do mbledhemi 5 këtu e bëhemi 8 këtu, ato janë tjera. Solidarizimi rreth së mirës përballë të keqes. Sa mirë bëhen shpejta kriminalet i gjen gjuhën bashta, po pse këta si ka bënon asine? Aty ku tjetër ka drejt ta ndihmoj ai, që është sa më afër. Sa më afër fizikisht apo dhe me lidhje gjap. Për ta ndihmojmë të bëhet ndarja, lufta e mira me të keqen. Po jemi në një garë, kush është më i keqi, kush vjet më shumë, ky është turp. Dhe nesër kur të bëhemi si Singapori, të jemi në garë kush bën më mirë pasaj. Po të paktën të jemi te gara e mesit, e mira me të keqen. Të instalojmë të marrë guxime mira përballë me të keqen. Se na bër këta lordët e vendit ta, janë fryrë këta të mëdhej, edhe rin kështu të sikur mbajnë frymën nga 8 ditë pa e nxjerrë. Këtu ti do nxjerrin brillant nga goja. Do rrjedhin xhavajirët. Po çfarë themën? Çfarë them?
Atë filmi si u çudit majmuni këta e kanë bërë, se kemi bërë ne domethënë. Këta, edhe ne na çuditën këta, ku flasin këta do të bëjmë frymë edhe ne të tjerë tani, se folën këta, e zuhet flasim ne. Pra me frikë këta do të sundojnë. Jo, shu s'ka është. Sundim s'ka. E ke bërti, e diu që ke bërti. Unë s'ka kam leju deri tani. Por do vitet e pagush. Këta të dënohen për krime kundër njerëzimit, e unë siguroj për të. Se çaj kanë bërë nga pasojat është vepër penale. Sidomos, Ashtu. unë kam thënë sidomos ta që kanë dhënë padrejtësi. Talet miratojnë. Duke filluar nga prokurori gjyqtar që kanë bërë padrejtësi. Talet miratojnë çfarë duan ligjet, gjithë do ndryshohen. Dhe unë drejtoj për të punë. Gjitha do ndryshohen. Ai bëre ti ligjet, morë ti non grata. I kam edhe nga ambasada amerikane non grata. Çon ti 2017. Ai ti nxjerr ty nga parlamenti, nga dera ti fut nga penxhere. I ke non grata ti po, do përgjigjesh po të non grata. Romeo, një moment tjetër patjetër do të ftoj sërish